Në stacioni i ri elektrik në Kamës pritet të sjellë një standard të ri të furnizimit me energji elektrike, duke përmirësuar cilësinë dhe qëndrueshmërinë e shërbimit për banorët dhe bizneset e zonës. Në stacionit të ri dhe linjave të... Gjatë inspektimit të punimeve në kantier, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, deklaroi se projekti po realizohet falë mbështetjes së qeverisë shqiptare dhe partneritetit me Gjermaninë. Jemi këtu pranë në stacionit të ri në Kamës që po bëjmë, në fakt është një financim me bashkëpunim me qeverinë gjermane. Sipas tij, investimi prej 13 milion eurosh është pjesë e përpjekjeve për modernizimin e infrastrukturës energjetike dhe rritjen e kapaciteteve të rrjetit elektrik. Kemi një financim rreth 30 milion euro, ku kemi të bëjmë që nga digitalizimi në stacioneve dhe zhvillimi i pjesës SCADA, zhvillimi i këtij në stacionit të ri, si dhe rehabilitimi rreth 12 në stacioneve. Administratori i OSSH-s Bledian Dalipi u shpreh se në stacioni është një strukturë tërësisht e re, e cila do të zëvendësojë sistemin ekzistues. Dhe krahas ndërtimit të stacionit, ne kemi në këtë fazë planifikuar dhe 2 linja të tensionit mesëm 20 kV, që do të zëvendësojnë linjat e vjetra. Në kantier ishte i pranishëm edhe ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Karl Bergner, i cili vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve tona në sektorin e energjisë dhe investimet e përbashkëta. Qasja e bashkëpunimit gjerman është përmirësimi i kushteve të jetesës në një mënyrë të prekshme, gjithmonë në një mënyrë që është në përputhje me anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Projekti parashikon instalimin e pajisjeve të reja teknologjike dhe përmirësimin e gjithë sistemit të furnizimit, teksa aktualisht punimet kanë arritur në rreth 40% të realizimit, dhe objektivi është që në stacionit të përfundojë në mars të vitit 2027.